Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka ngritur alarmin për një përshkallëzim të ri të luftës në Ukrainë pas paralajmërimeve të Rusisë për sulme sistematike ndaj Kievit. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Guterres deklaroi se është thellësisht i shqetësuar nga njoftimi i Moskës për goditje ndaj industrisë ushtarake ukrainase, qendrave të vendimmarrjes dhe posteve komanduese në kryeqytetin Ukrainas. Deklarata vjen vetëm një ditë pasi Rusia kreu një nga bombardimet më të rënda ndaj Kievit që prej nisjes së luftës 4 vite më parë. Sipas Guterres, çdo sulm ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile është i papranueshëm dhe vetëm sa arrit vuajtjet e popullsisë. Ai përmendi edhe raportimet për një sulm me dron në Ukrainas, ndaj një godinë kolegji dhe konvikti në qytetin Starobilsk, territor i pushtuar aktualisht nga Rusia, duke theksuar se OKB-ja dënon çdo sulm ndaj civilëve kudo që ndodh. Është e domosdoshme të shmanget çdo përshkallëzim i mëtejshëm i konfliktit, i cili tashmë ka shkaktuar pasoja shkatërrimtare për civilët dhe po e bën paqen edhe më të largët, deklaroi kreu i OKB-s. Paralajmërimi i Moskës për sulmet e reja ka shtuar frikën për një fazë edhe më intensive të luftës, ndërsa Ukraina dhe Rusia vazhdojnë përplasjet me raketa, dron dhe bombardime në disa fronte. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar po bën thirrje për përmbajtje dhe rikthim të përpjekjeve diplomatike, me shqetësimeve se konflikti mund të dalë jashtë kontrollit dhe destabilizojë më tej rajonin.